Në oqeanet e Limfeas, Wingsat luftuan me një bim gjigante dhe të uritur të prekur nga ndotja e Tritanit. Pasi e mposhtën atë, ato gjetën gjegjëzën e fundit dhe u nisën drejt gurit të madh të verdh të Dominos në kërkim të perlës së guximit. Pra, të gjithë po shkojnë në ceremoninë e renovimit të Dominos? Po. Edhe pse nuk mendoj se Stella ishte plotësisht e kënaqur me veshjet e tyre. Unë jam e lumtur që shkuan. Është një ditë e rëndësishme për Blumin. Që nga libri i Sirenix. Ju ka mbetur dhe vetëm një provë për të fituar perlën e guximit. Gjeni gurin e verdh dhe rrëmbejini atij guximit. Gurin e verdh ka mbi 100 shkëmbinj në ujor të verdh në dimensionin magjik. Gjeni perlën e guximit. Koha po ju mbaron. O, Zoti i madh, nëse nuk e përfundojmë këtë detyrë në 2 ditët e ardhshme, atëherë mund t'i themi lam të mirë fuqive tona përgjithmonë. Ne kemi nevojë për ndihmë dhe unë e di pikërisht se këtë pyes. Kutin Sirenix. Roje Sirenix, të lutem na ndihmo. Çfarë mund të bëj për ty, Tekna? Gardiane, ne duhet të kuptojmë se cili gur i verdh mban perlën e guximit. Kërkojeni gurin e verdh në një botë që u shpëtua me një akt të vetëm guximi. Domino, planeti i shtëpisë së Blumit. Trimëria e Sky të shpëtoi. Le të përcaktojmë vendodhjen e atij guri të verdh. Ende shqetësohesh për Defnin? Unë jam i sigurt se ajo është krenare për ty sot, po të bëhet një nderim i madh, Blum. Ty po të bëhet nderi më i madh, Sky. Mua? Pse? Ti e shpëtove Dominon dhe e solli magjin këtu. E bëra vërtet? Sigurisht që po. Me këtë. Ti ishe në gjendje të hiqe shpatën mbretërore nga guri i saj. Më pas më shpëtove mua dhe riktheve në jetë mbretërinë. Nuk më kujtohet ai djalë. Ai është vërtet një djalë sy pa trembur. Ti ishe ai djalë, Sky, dhe ti je akoma. Në rregull, Blum. Tani eja, prindërit e mi janë duke pritur. Asa ta nuk i mbaj mend. Fol! Tani! Unë kur nuk do t'rregoj burimin e Sirenix për bindësh. Kjo nuk po na çon askund. Ajo nuk do t'tregoj kur. E di unë si mund ta bëj atë të flas. A nuk është sot festa e rinovimit të Dominos? Vëbas që prindrit e tu do t'jenë duke zbukuruar, por s'do t'kenë ku të shkojnë. Jo! Mendova se kjo mund t'i prekte ndonjë nerv. Dhe i preku në fakt. Shkoni në Domino, kapni Oritelin dhe Mario. Pastaj ajo do të na tregojë çfarë duam të di. Ndoshta do të takohemi atje. Unë duhet të bëj pak gjuhë e titani. Ende nuk është në rregull. Stella, Tashmë na ke bërë të ndërojmë 2 herë. Të gjithëve na duhet pak më shumë. Me qënë se po festojmë rikthimin në jetë të Dominos, po sikur. Wow. Lule. Wow, Stella, sa bukur. Tani jemi perfekte. Shkojmë, vajza? Baba yt do të flasë dhe më pas do të prezantoj Skyn, i cili mund t'u tregoj të gjithë për shpëtimin e shpatës. Ti mundesh. Ki parasysh, ti je ai djali. E drejtë. Unë jam ai djali. Madhëria juaj? Ju vajza dukeni shkëlqyeshëm. Më duket mua apo është dora e Stelës? E po, sigurisht. Hej, lajmi mirë. Ne kemi gjetur vendodhjen e perlës së guximit.
Po, është në domino dhe ju vajzat të t'ju duhet të lëvizni shpejt. Ne do t'ju mbështesim që këtu. Perla e fundit dhe prova e fundit. Ne duhet të ikim tani. E di, koha po mbaron. Po tani çfarë? Ka vetëm një gjë që mund të bëj. Blum, si është puna? Është kërkesa e Sirenix. Më duhet të shkoj. Shko, është Sky në vendin tënd. O, zoti madh. Oh, faleminderit. Do të kthehem sa më shpejt që të mundem. Pra... Portierja e Dominos është e vetmja nga ne që Tritanin nuk e ka sulmuar. Po, Serena është në rrezik. Ne duhet ta mbrojmë atë. Çfarë është kjo? Unë e humba. Ndoshta Flora duhet ta di se çfarë është kjo dhe kujt i përket. Serena! Jam këtu. Jemi ne, mos u shqetëso. Unë kam qenë duke kontrolluar për Tritanin. Të gjitha do të përpiqemi që ti të jesh e sigurt. Ju prejtëset e vogla mendoni se mund të më luftoni, mos më bëni të qesh. Jo! Serena, pikërisht ty po të kërkoja. Ti nuk do të hysh kur në oqeanin e Dominos. Ti jam kaq mirë. Është një ditë kaq e veçantë për Dominon. Le të sigurohemi që askush të mos e shijoj atë. Fitoni pra pisha. Duhet ta ndjek. Duhet ta ndaloj. Ajo është kaq e dobët. Qëndro me të, ne do të kërkojmë ndihmë. Wings, ne arritëm. Sipas Teknës, guri i verdh duhet të jetë pikërisht poshtë nesh. Gjithçka që duhet të bëjmë është të rrëmbejmë guximin prej tij. E dini goca, unë shpresoj se kjo është thjesht një gjuhë shumë e figurshme. Është një provë guximi, Stella, por e di që ne mund të përballemi me çdo gjë që është atje poshtë. Dhe të përfundojmë kërkesat e Sirenix. Wingsat magjike, harmonik. Lum, Sana e flakës së dragoj. Stella, Zana e diellit që shkëlqen. Aisha, Zana e valve. Flora, Zana e natyrës. Ejani! Wings! Iliris! Përshëndetje. Si është puna? Tritani ka qenë këtu. Jo. Fellash me Serenën, portierën e Dominos. Ajo është lënduar. Na çote ajo. Serena, unë jam Blum. Jam shumë e lumtur që je këtu. Wow,
Wow, shikoni. Ato po lidhen. Më shpotove, më rikthyen përsëri fuqitë e mia. Sigurisht, Serena. E gjeta këtë në fund të oqeanit. Kjo është varësja e Heraklionit. Ishte dhurata e Skyt për Blumin. Të gjithë i kemi një borxh të madh këtij të riu trim. Ju lumë! Faleminderit. Ju lumë! Faleminderit shumë. Pa guximin e tij, bota jon do të ishte ende e ngrirë në akull. Dhe çfarë problemi ka akulli? Roje, kapni ndërhyrësit! Forca e tornados! Atëherë do të merrem unë me rojet. Kaos i errët! Bukur! Tani le të shkojmë të marrim mamin dhe babin e Blumit. Na kurseni të gjithë dhe pa kohë dhe dorëzohuni. Tani nuk ke ku të shkosh. Guri i madh i verdh. Sa bukur që qenë ka. Disa nga peshqit motoral në dimensionin magjik jetojnë këtu. Shkëmbi është shtëpia e tyre. Kjo është e shkëlqyeshme për peshqit, por mbani mend, këtu ka diçka me nofla. Pra, kjo do të thotë të jeni gati. Unë jam gjithmonë gati. Dotja e Tritanit. Kujdes! Korali po ndryshon. Le të ikim që këtu. O jo! Blum, na largo që këtu. Mos e lëndo Koralin. Nuk mendoj se ndihet në të njëjtën mënyrë. Kemi pas luftime mjaft të mira në kohën tonë, Marion. Sigurisht që i kemi patur, Oritel. Je përsëri gati e dashur? Gjithmonë. Shpata e Dominos, urdhëro dashuri. Ndërsa ti nxjerr Me një shpatën herë, tënde. zotëri. Por përpara se të filloj, ju lutem, më lejon t'ju them mbretja Ortel se mendoj se unë nuk di se si përdoret shpata. Nuk më kujtohet. S'ka i dashur. Ka një kohë për të folur dhe ka një kohë për të vepruar. Ashtu është. Tani le ta bëjmë këtë. E po, nuk kemi asgjë për të humbur. Më mirë bëj diçka shpejt, Blum. Ose do të bëhemi vrima. Unë do ta shpërthej. Nuk është një gjë e mirë. Ajo thjesht po mundohet që të mbrojë veten. Vajza, ju përpiquni të gjeni burimin e këtij llumi. Au! Nxitoni! Blum, këtu! Të lumt, Serena. Tani le të hedhim një vështrim dhe të shohim se çfarë kemi. O jo, Blum! Shpërthimi zjarri! Bukur! Fantastike! Ja dole, Blum. Ju lumë të gjithave! Ja tek është perla e guximit. Mendova se perla e fundit do të jetë më e vështirë për të. Kujdes! Ju vajzat e vogla nuk jeni asgjë në krahasim me paraardhësit tuaj. Ta mbeturina janë të vështirë. Ata kujdesen për njëri tjetrin. Pra le t'i bëjmë të paguajnë për këtë.
Hidhe shpatën ose mbreti tënd të preferuar do t'i bjerë një rruthe në kokë. Më vjen keq zemër. Oh, jo. Rjeti errësirës. Jo. Duket sikur mbretresha jote e çmuar është pak si e lodhur. Pra çfarë do të bësh i dashur mbret? Marion, po vi! Motra? Ngrini në statullë. Është pas plumit. Irale berbuese. Magjia ime nuk pati efekt. As pak mirë. Prisni ta provoj njëru. Vula e 13. Pas e imja. Ndoshta nuk është e vërtet. Le ta zbulojmë këtë. Blum, nga kjo anë. Rritje e gjelbërimit. Mendoj se është që lloj krijese mbrojtëse që mbron perlën e guximit. Pra për të marrë perlën, ndoshta duhet të provojmë se jemi mjaft të guximshme. Edhe si do ta bëjmë këtë? Ka vetëm një mënyrë. Ti rrëmbejmë guximin nga nofullat. Blum, ajo është tepër e rrezikshme. Theo, Blum, Theo. O jo, nuk mund ta besoj. Jo, nuk është e mundur kjo që sapo ndodhi. Të lumt, Blum, ja dole. Nuk kam dyshuar kur tek ajo vajzë. Oh, kjo është vajza jon. Perla e guximit. Po ti e meritove. Wow, shikoje. Është vërtet e manitshme. Unë thjesht e dua atë. Ne kemi të tre xhevahirët. Kërkimi ynë ka përfunduar. Wow! Ja dolën, ato i gjetën perlën e fundit. Wow! O jo. Lërin të shkoj. Erdha! Ose ai do të bjerë poshtë, mendoj. Le të marrim Tritanin për një bisedë. Ne kemi prindrit e Defnit këtu, por sikur janë pak më të ftohtë nga ç'mund t'i mbaj mend ajo. Më thuaj si të fitoj Sarenixit, ose shikoj prindrit e tu të shkatërrohen. Ju lutem, jo. Fol! Nëse unë e shtyj atë, mendon se ajo do të thyhet? Ju lutem mos i lëndoni, jo, ju lutem mos. Unë do ju them atë që dëshironi të dini. Ashtu të lumta, Ajsi. Nxitoni të ktheheni. Tritani ka kapur Defnin. Pra, kemi mbaruar këtu? Le t'i shkatrojmë gjithsesi. E vendos unë. Jo! Lëvizje e gabuar, Bjond. Në fakt, mendoj se ishte një lëvizje shkëlqye. O zot, shikoni kush u shfaq. Prindërit e mi! Po, i kthyem në akull të ngurt. Bumerang i qiellit. Kuroja Morphix. Sky, a je mirë? Unë jam mirë, Blum. Dhe kuptoj se do jem gjithmonë mirë për sa kohë kem ty. Ndjehem njësoj si ti. Ti je ideali. Unë mendoj se po. Kujdes! Tritan!
Tritani tha të kthehemi me nxitim. Atëherë, le mos t'i përkeqësojmë gjërat. Ne e morëm atë për të cilën erdhëm. Por si do t'i rikthejmë në jetë prindrit e tu? E let, ne do ta bëjmë së bashku. Mami, babi! Faleminderit Sky. Oh, jam shumë e lumtur që je mirë. Fal Zotit je mirë. Mendoj se kjo është e jotja. Çfarë është kjo? Për çfarë doje të flisje me mua? Oh, Blum, shiko. Oh, më kujtohet. Mbaj mend gjithçka. Blum, kjo është për ty. Oh, Sky! Oh, Sky, jam kaq e lumtur. Oh, jo, Blum. Sky, çfarë ke? Problemi qëndron se Tritani ka zënë rob Defnin dhe ka detyruar të tregojë sekretin e Sirenix. Oh, jo. Ne do ta gjejmë, Blum. Ne jemi me ty. Ne do ta gjejmë kudo që të jetë dhe do ta shpëtojmë. Ki besim tek ne. Për të marrë më në fund Sirenix dhe për të hyrë në oqeanin e pafund, Wingsat duhet të aktivizojnë burimin magjik të liçenit Rokaluce. Megjithatë, Tritani vendosi se ato do të dështojnë dhe ai është i gatshëm të shkatrojë liçenin dhe vetë Wingsat për të siguruar që ato të mos ja dalin.